e prisi prap dietën kjo. Ti ke shumë të drejtë, po nuk mund të rezistoja këtij ushqimi kaq të shijshëm që ne do ta kemi të servitur edhe në mbrëmjen e vitit të ri, në Candles Back at Home. Atëherë çfarë do të ketë në menu për vitin e ri? Atëherë që menuja e vitit të ri do të jetë një menu shumë i këndshme, 5 course meal, edhe si mund të mungojë edhe pjata tradicionale e gjelit të detit. Kemi 4 shishe verë për çdo tavolinë, cash bar edhe shumë surpriza të tjera. Kristi, kam një pyetje. A do të jetë kjo një mbrëmje e zakonshme vetëm me ushqime dhe muzikë, apo do të ketë dhe diçka të veçantë? Atëherë, për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e eventeve që Gush Entertainment ka organizuar në të shkuarën, e dinë që ne bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Por këtë vit do të jetë çmenduri fare. Këtë vit kemi marrë drummer show, we have fire show, kemi live singing, kemi profesor Altin Buli në tastier, dhe gjithashtu veten time që do mundohem të jap një super performancë në violinë dhe gjithashtu në DJ. Ka filluar rezervimi biletave, Krist? Patjetër që ka filluar, kapaciteti është vetëm 250 të rritur, kështu që biletat do të ikin shumë shpejt dhe unë ju inkurajoj që t'i prenotoni sa më shpejt jetë mundur. Kapaciteti është vetëm 250 dhe neve nuk do ta kalojmë numrin pasi cilësia është primare për neve. Deri atëherë, ju mirëpresim.